Horoskopi javor për datat 6 prill deri më 12 prill 2026. Dashi. Kjo javë shkëlqen me dinamizëm ndërsa Marsi rrit këmbënguljen tuaj. E hëna sjell mundësi të reja për të shfaqur leadershipin në punë. Të martën, një takim i papritur mund të nxjisë sipërmarrje romantike, duke ju nxitur t'i besoni intuitës përtej logjikës. E mërkura thekson nevojën për ekuilibër ndërsa xhongloni përgjegjësitë dhe interesat personale, I jepni përparësi shëndetit duke vendosur kufi. Rreshtimi qiellor I së enjtes pasuron bashkëpunimet, duke lënë të kuptohet për partneritete të suksesshme që lullëzojnë me punën në grup. Fundjava, megjithatë, kërkon vetanalizë të kujdesshme, dëgjoni busullën tuaj emocionale për të lundruar në dinamikat e mundshme familjare. Ndërsa e premtja mund të paraqesë një trazim emocional, ajo do të qetësohet deri të dielën ndërsa hëna partnerizohet me Jupiterin, duke ofruar optimizëm të ri. Financiarisht, shmangni blerjet impulsive. Reflektoni dhe hartoni strategji të dielën, duke u përgatitur për një javë të favorshme përpara. Ky është shansi juaj për të shfrytëzuar energjinë qiellore për të kapërcyer pengesat me trimëri dhe qëndrueshmëri, duke siguruar një udhëtim të përmbushur këtë javë. Demi. Java që fillon më 6 prill ju udhëzon drejt qartësisë personale, ndërsa Venusi harmonizohet me Neptunin, duke theksuar natyrën tuaj të dhëmshur. E hëna ndihet freskuese, duke shkaktuar frymëzime krijuese që lullëzojnë deri në mesjavë. Ndërsa Mërkuri pozicionohet të martën, komunikimi bëhet çelësi, kapni mundësitë për të shprehur ide inovative në punë. Të Mërkurën, mjedisi juaj shtëpiak kërkon vëmendje ushqyese, duke ofruar qetësi nëse përqafohet. Financat favorizojnë praktikën të enjten, kanalizoni përpjekjet në planifikim të kujdesshëm për përfitime të ardhshme. Fundjava nxit baticat emocionale, e premtja mund të vërë në provë marrëdhëniet, duke kërkuar durim dhe një zemër të hapur. Kaloni të shtunën duke reflektuar mbi vlerat personale, duke u parafruar me energjitë e qëndrueshme të tokës që ju mbështesin. Një hobi I vjetër që rishikohet të dielën mund të ringjallë pasionin, duke lejuar që kënaqësia personale të lullëzojë. Këtë javë, besoni instinkteve tuaja dhe mirëpritni transformimet e buta që sjell. Ushqeni stabilitetin dhe përqafoni ndryshimin, pasi të dyja sigurojnë një rrugë harmonike përpara në rritjen dhe përpjekjet personale. Binjakët. Kjo javë është e pasur me gjallëri sociale, pasi Merkuri nxjerr në pa aftësitë tuaja komunikuese. Fillimi I së hënës premton ndërveprime dinamike, duke nxitur lidhje të dobishme për zhvillimin e karrierës. Ndikimi I hënës të martën inkurajon vetreflektimin, merrni në konsiderat shënimin e mendimeve në ditar për të kuptuar konfliktet e brendshme. Deri të Mërkurën, Venusi nxit takimet romantike, duke ju ftuar të ushqeni dashurinë me kuriozitet të vërtetë. Financiarisht, loja planetare e së enjtes inkurajon buxhetimin, shmangni shpenzimet e nxituara nga momenti. Ndërsa afrohet fundjava, përshtatshmëria juaj natyrore shkëlqen. Angazhimet sociale të së premtes kërkojnë veprime balancuese, jini të vetëdijshëm për energjinë e shpenzuar për të parandaluar lodhjen. E shtuna fton në eksplorimin e hobi të reja, ndjekjet artistike ofrojnë një mundësi për shprehje. E diela ofron pushim dhe vetanalizë, ndërsa Marsi punon në favorin tuaj, duke fuqizuar ambicjet e ardhshme. Lëreni intuitën të udhëheqë zgjedhjet, duke mirëpritur transformimin pa frikë. Shfrytëzoni energjinë e gjallë të javës për të rigjallëruar aspiratat personale, duke forcuar marrëdhëniet dhe njohuritë personale për prosperitet holistik. Gaforja. Shtrirjet qiellore të kësaj jave ju mbushin me ndjesi ushqyese ndërsa hëna rrit ndjeshmërinë tuaj. E hëna ju fton të kujdeseni për veten, kënaquni me relaksimin për të përgatitur për një javë të ngarkuar. E marta ndriçon aspiratat profesionale me potencial për bashkëpunime, merrni në konsiderat të bëni hapin e parë drejt partneriteteve të reja. Një gjest I dhëmshur të Mërkurën thellon një miqësi, duke ofruar mbështetje të ndërsjellë. E enjtja bën thirrje për angazhim praktik me çështjet financiare, hartoni strategji dhe planifikoni kursimet në vend të shpenzimeve. Fundjava thekson lidhjet familjare dhe lidhjet personale, mbrëmja e së premtes është ideale për biseda të përzemërta që sqarojnë keqkuptimet. E shtuna ushqen anën tuaj krijuese me projekte personale që rezonojnë në një nivel më të thellë. Udhëzimi kozmik I së dielës nxit qartësinë emocionale, duke përfshirë ëndrat që ofrojnë njohuri delikate. Lëreni mënjan shqetësimet e panevojshme, duke besuar në aftësinë tuaj natyrore për t'u përshtatur dhe për t'u kujdesur.
Përqafoni lidhjet e thella të krijuara këtë javë, duke lejuar që inteligjenca emocionale të hapë rrugën për rrugë të lullëzuara personale dhe profesionale. Luani. Java juaj të jetë po aq e guximshme sa shpirti juaj, me diellin që ju jep ndikim karizmatik. Energjitë e së hënës frymëzojnë iniciativa udhëheqëse në punë, duke rritur dukshmërinë dhe ndikimin tuaj. Aktiviteti qiellor i së martës nxit shkëndija krijuese, ndiqni sipërmarrjet që përputhen me pasionin tuaj. Përpjekjet bashkëpunuese lullëzojnë të mërkurën ndërsa Venusi harmonizon marrëdhëniet në rezultate të suksesshme. Njohuritë financiare të së enjtes sugjerojnë të jeni të kujdesshëm, shqyrtoni investimet për të siguruar stabilitet. Fundjava fton relaksim, tubimet shoqërore të së premtes rrisin shkëlqimin tuaj, duke ju lejuar të rrezatoni besim. E shtuna inkurajon reflektimin solo, rimbushni energjitë duke eksploruar natyrën ose duke u kënaqur me artet krijuese për të nxitur mendime frymëzuese. E diela ofron një mbyllje të qetë të javës, vetë analizë mbi arritjet personale dhe vendosni aspirata realiste për qëllimet e ardhshme. Përqafoni ndryshimet me besim, duke e ditur se karizma juaj tërheq mundësi. Me optimizëm dhe vendosmëri, përvojat e kësaj jave ndërtojnë themele për sukses të vazhdueshëm, duke përforcuar si lidhjet me ndikim ashtu edhe ëndrat ambicioze në të gjitha fushat personale dhe profesionale. Horoskopi javori. Virgjëresha. Këtë javë amplifikon përsosmërinë tuaj natyrore analitike në udhëheqjen e Merkurit. Qartësia e së hënës ofron një fokus të ri për të rirë në projekte të detajuara në punë, duke vendosur një ton produktiv. Të martën, angazhohuni në pyetje të ndërgjegjshme drejt vendimeve të rëndësishme, duke siguruar plotësi. Marrëdhëniet shojnë rritje të Mërkurën ndërsa Venusi rrit mirëkuptimin emocional, duke ju afruar më shumë me të dashurit. E enjtja këshillon menaxhim të kujdesshëm të financave, forconi strategjitë e buxhetimit për qetësi mendore. Përqafoni ajrin introspektiv të fundjavës, provoni ushtrime të vetdijes të premten për të ushqyer qetësinë e brendshme. E shtuna inkurajon ndjekjet organizative, perfekte për të pastruar gjërat ose për të marrë me detyra të gjata në shtëpi. E diela sjell një ritëm të kënaqshëm me pushim produktiv, duke udhëhequr mendimet drejt planifikimit të ardhshëm të thellë. Energjitë kozmike të kësaj jave ju kujtojnë të balanconi zellin me durimin, duke mirëpritur sfidat si mundësi për rritje. Kultivoni këtë saktësi në të gjitha marrëdhëniet, duke siguruar lullëzimin e besimit të ndërsjellë, duke forcuar sferat personale dhe profesionale me mençurinë dhe dëmshurinë tuaj praktike thelbësore. Peshorja. Kjo është një javë energjie balancuese, ndërsa Venusi harmonizon ndikimet qiellore, duke forcuar marrëdhëniet. E hëna vendos një ton bashkëpunimi, mundësitë bashkëpunuese në punë premtojnë përfitime të ndërsjella. Eksploroni rrugët krijuese të martën, ndërsa frymëzimi rrjedh lirshëm, merrni në konsiderat rafinimin e projekteve personale. Sharmi juaj rrit lidhjet shoqërore të Mërkurën, duke nxitur miqësi të reja. Çështjet financiare marrin përparësi të enjten, duke nxitur trajtimin diplomatik të burimeve të përbashkëta. Fundjava inkurajon reflektim të menduar mirë, e premtja nxit kreativitetin, ideal për projekte artistike ose vlerësimin e arteve. E shtuna thekson shërimin personal, përkëdhelni veten përmes aktiviteteve të kohës së lirë ose meditimin. E diela thekson nevojën për ekuilibër, rivlerësoni zakonet e stilit të jetës dhe përputhni përparësitë për një jetë harmonike. Mirëpritni këto ndryshime me hir, duke kuptuar se partneritetet personale dhe profesionale lullëzojnë përmes kompromisit dhe inovacionit. Me harmoninë si yllin tuaj udhërrëfyes, java premton rritje dhe pasurim të marrëdhënieve, duke pohuar aftësinë tuaj të lindur për të krijuar bukuri dhe ekuilibër brenda të gjitha aspekteve të jetës suaj. Akrepi. Përgatituni për një transformim të thellë këtë javë, ndërsa Marsi fuqizon vendosmërinë tuaj. E hëna paraqet sfida të reja, duke nxitur përgjigje strategjike ndërsa përballeni me pasiguri. E marta intensifikon lidhjet emocionale, duke zhbllokuar intimitet më të thellë me një partner ose të dashur. Përparimet në karrierë janë të parashikueshme të Mërkurën, pozicionohuni strategjikisht për mundësitë e reja. Toni financiar i së enjtes rekomandon investime strategjike dhe maturi. Ndërsa fundjava zhvillohet, e premtja nxit rikalibrime emocionale, përqafoni cënueshmërinë për rritje. E shtuna është optimale për ndjekje të vetmuara, rilidhuni me instinktet tuaja përmes aktiviteteve introspektive ose meditimin.
Gjendja shpirtërore introspektive e së dielës ndihmon në zgjidhjen e konflikteve të së kaluarës, duke siguruar paqen shpirtërore. Besojini intuitës suaj, duke e përdorur atë si një busull për të drejtuar përmes emocioneve komplekse dhe skenarëve të ndërlikuar. Të fuqizuar nga të vërtetat e brendshme, shfrytëzoni këtë klimë të fuqishme qiellore për të krijuar lidhje kuptimplote dhe qëllime afatgjata. Kjo periudhë transformuese premton të forcojë aspiratat tuaja, duke riafirmuar aftësinë tuaj për të përshtatur dhe për të komanduar ndryshimin brenda peizazheve personale dhe profesionale. Shigjetari. Përqafojeni një javë frymëzuese ndërsa optimizmi i Jupiterit bie mbi ju. E hëna nxit fillime të reja profesionale, kapni momentet që sfidojnë ambicien tuaj. Yjet e së martës rreshtohen për rritje personale, eksploroni ndjekje arsimore që zgjerojnë horizontet intelektuale. E mërkura nxit dialogje kuptimplote, angazhohuni në biseda filozofike që forcojnë lidhjet. Perspektivat financiare të së enjtes duken tërheqëse, peshoni me kujdes investimet e mundshme për të maksimizuar përfitimet. Fundjava fuqizon shpirtrat aventuresk, e premtja fton angazhime kulturore që zgjerojnë perspektivat. E shtuna shpërblen aktivitetet në natyrë, natyra ju rimbush energjinë duke ju kujtuar pafundësinë e jetës. Vibracionet harmonike të së dielës e përfundojnë javën me reflektim, meditoni mbi përvojat e mësuara dhe aspiratat e ardhshme. Kjo përzierje e ekuilibruar e eksplorimit dhe meditimit rreshton përpjekjet personale me ndjekjet profesionale, duke udhëhequr shtigjet drejt përmbushjes holistike. Besoni në kuriozitetin dhe dëshirën tuaj për të endur për të manifestuar mundësi. Lejoni që transformimet pozitive të shpalosen natyrshëm, duke përdorur njohuri intuitive për të lundruar në shtigjet e jetës, duke siguruar që rritja personale dhe gëzimi të përshkojnë çdo hap të udhëtimin. Britsjapi. Ndërsa kjo javë fillon, Saturni pragmatik pasuron qasjen tuaj të disiplinuar. E hëna vendos tone ambicioze, duke ju përgatitur për përparim të strukturuar në sferat profesionale. Energjia e qëndrueshme e së martës nxit dinamikën e punës në grup, duke rritur përpjekjet kolektive drejt qëllimeve të përbashkëta. Marrëdhëniet thellohen të mërkurën ndërsa Venusi rrit vlerësimin për përvojat e përbashkëta. Planifikimi financiar dominon të enjten, duke nxitur buxhetim të kujdesshëm për të siguruar stabilitet. Fundjava nxit vetanalizën dhe rivlerësimin, përqendrohuni në zhvillimin personal të premten përmes hobive që pasurojnë botën tuaj të brendshme. E shtuna thekson të menduarit strategjik, planifikoni qëllime afatgjata ose kryeni auditime jetësore. Ambienti reflektues i së dielës mbështet rimbushjen e energjive, duke u përgatitur për sfidat e ardhshme. Forcat qiellore të rreshtuara të kësaj jave forcojnë strategjitë dhe njohuritë, duke lejuar që planifikimi i kujdesshëm të japë rezultate të qëndrueshme. Besoni në qëndrueshmërinë tuaj për të organizuar kompleksitetet e jetës, duke i kthyer sfidat në trampolin. Përqafojeni ndryshimin me durim, pasi premton mençuri dhe përmbushje më të madhe, duke forcuar dimensionet personale dhe profesionale. Me vendosmëri, lundroni në nuancat e javës për të siguruar suksesin. Ujori. Ndërsa inovacioni mbretëron, Urani frymëzon ide të reja këtë javë. E hëna prezanton ndryshime dinamike, shfrytëzoni njohuritë për projekte progresive në punë. E marta i drejton energjitë kozmike drejt të mësuarit jo konvencional, eksploroni teknika të reja që rrisin aftësitë. Të mërkurën, Venusi fut ngrohtësi romantike në marrëdhënie, duke nxitur lidhje të thella emocionale. E enjtja thekson ndërgjegjësimin fiskal, duke nxitur vendime të zgjuara për prosperitet në të ardhmen. Fundjava fton eksplorimin, angazhimet shoqërore të së premtes nxisin mundësi të gjalla rrjedhëzimi, duke rritur sipërmarrjet krijuese. E shtuna favorizon aktivitetet spontane, pasi aventura gjallëron shpirtin dhe zgjeron horizontet. Reflektoni mbi humorin e qetë të së dielës, duke shfrytëzuar kohën e lirë për të rilidhur me aspiratat dhe për të vendosur qëllime inovative. Vibracionet universale ju udhëheqin, duke transformuar ëndrat në veprime të prekshme, duke lejuar që prirjet artistike dhe idet me mendim përpara të lulëzojnë. Shfrytëzoni energjitë e kësaj jave ndërsa nxisni ndryshime që kapërcejnë hendekun midis ëndrave dhe qëllimeve të arritshme. Me mendje të hapur, lulëzoni në spontanitet krijues, duke siguruar një përputhje harmonike me ritmet dhe mundësitë që zhvillohen të universit. Peshqit. Ndikimi i dhëmshur venusian i kësaj jave nxit pasurimin emocional, ndërsa e hëna sjell njohuri të sinqerta.
Besojini intuitës për të udhëhequr reflektimet dhe vendimet në sferat personale dhe profesionale. E Marta nxjerr në pa kreativitetin, duke nxitur shprehjet artistike që përputhen me aspiratat e brendshme. Të Mërkurën, në nënkuptimi empatik, thellon lidhjet me të dashurit, duke forcuar lidhjet. Financiarisht, merrni sinjalet e së enjtës për maturi, duke siguruar që shpenzimet të përputhen me vlerat. Aura ëndërrimtare e së premtes rrit imagjinatën. Merrni në konsiderat praktikat shpirtërore ose tërheqjet e qeta për të ushqyer shpirtin. E shtuna fton një zhytje më të thellë në pasione. Eksploroni ndjekjet artistike ose angazhohuni në aktivitete të vetëdijshme që inkurajojnë relaksimin. Energjitë bashkësore të së dielës e përfundojnë javën me vetë-reflektim dhe përgatitje për sfidat që po vijnë. Përqafoni ndryshimet delikate të javës, duke i lejuar natyrës suaj të hapur të lundrojë intuitivisht në skenaret në zhvillim me qartësi. Mirëpritni fazat e reja ndërsa ato shpalosen, duke mbledhur njohuri të dobishme për mundësitë e ardhshme, duke ruajtur tërsinë përmes qëndrueshmërisë emocionale dhe rritjes shpirtërore transformuese brenda të gjitha dimensioneve të jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.